Gjovalin Shkambi, xhaxhai autorit të vrasjes së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja, është lënë në burg. Shkambi doli mëngjesin e së premtes përpara trupës së gjykatës së Shkodrës për t'u njohur me masën e sigurisë atë të arrestit me burg pa afat, pas kërcënimeve që adresojnë ndaj gjyqtarëve, menjëherë pas arrestimit të nipit të tij Elvis Shkambi. Pas këtyre deklaratave kërcënuese se kushdo që do t'ia dënonte nipin do të përballej me plumba, blutë e Shkodrës nuk vonuan ta vënë në pranga, ndërsa tani ai do të vijojë të qëndrojë në qeli. Pas këtyre kërcënimeve, familja e Gjovalin Shkambit ka kërkuar falje publike, duke thënë se ai ka qenë në gjendje të rënduar emocionale dhe psikologjike. E nisim këtë mesazh duke shprehur ngushëllimet më të sinqerta ndaj familjes së gjyqtarit të ndjer. Shprehim keqardhje të thellë për të gjithë situatën e krijuar pas deklaratave të babait ton. Kërkojmë publikisht ndjes për fjalët e thëna prej tij, të cilat siç ka pranuar edhe vet, janë shprehur në një moment gjak nxehtësie dhe tronditje të madhe. Pavarësisht se drejtësia deri më tani nuk ka arritur ende të vendosë pikën përfundimtare mbi këtë çështje, ne nuk duam në asnjë mënyrë të përdorim gjuhë rrethje ndar personave që ushtrojnë detyrën e tyre dhe respektojnë proceset ligjore që po zhvillohen. Jemi plotësisht të vetëdijshëm se kërcënimet nuk mund të justifikohen në asnjë rrethan, por kërkojmë mirëkuptim për gjendjen e rënduar emocionale dhe psikologjike në të cilën ndodhej babai ynë në ato momente. Ne si familjarë kuptojmë plotësisht mallësinë dhe ndjeshmërinë e kësaj ngjarje, por kërkojmë me mirëkuptim që media të shmangin sa më shumë përfshirje në jetën tonë familjare, pasi babai jon është marrë në pyetje dhe është publikuar në momente jashtëzakonisht të vështira dhe në gjendje të rënduar psikologjike. Urojmë që drejtësia dhe qetësia të mbizotrojnë dhe Zoti ta bëjë atë që është më mira për të gjithë. Gjyqtari shkodran Astrid Kalaja u vra në sallën e gjyqit në 6 tetor nga Elvis Shkambi, pasi xhaxhai i tij John Shkambi humbi gjyqin për pronën.